një adoleshente rreth moshës 16-17 vjeç, për arsye që mund t'i konsiderosh më vetë dobta, jo çështje notash, çështje sjelljesh etj, merr një vendim fatal për të pirë një kokër fosfoksin, një tablet fosfoksin. Nga ana tjetër mund të shohësh britmat për shpëritjet të qara, të familjarëve dhe të prindërve për atë një fëmijë, që ti mund kesh plane, mund kesh një të ardhme, edhe në një moment të caktuar, për një moment, veprimi momentet, një stres akut që bën një veprim të tillë që ta kthe përmbysë çdo gjë. Ka qenë raste që janë përballur për parë me një overdozë nga substancat, nga kokaina. Kokainë dhe heroin, pacienti vjen në një gjendje pothuajse gjendje shoku, sekondat kanë rëndësi. Pra, të merresh me toksikologji nuk e ke atë luksin që të mendosh gjatë. Vendoset në sekonda. Shiko, profesioni do t'i shërbej kujdo. Pa dallim. Kujdo i cili ka nevojë, i cili të vjen dhe të kërkon ndihmë, pa dallim gjyre, pa dallim personi, ide, rëndësi, ti duhet ta ndihmosh. Për të rinjt, suksesi nuk vjen me një herë. Vjen për ata që vazhdojnë edhe kur rrëzohen. Mund t'ju thoja që rrëzohen, të çohen, mos dorëzohen.